Cili individ është ndryshe me autizëm edhe simptomat varjojnë. Pra janë simptomat të ndryshme. Kur mund të themi se është diagnostiku dikush dhe është me autizëm? Cilat janë ato simptomat definitive apo përfundimtare që mund të diagnostikojmë? Zdja mund të themi me diagnostiku apo mund të vlerësojmë se është me autizëm? Po, fillimisht, për shembull në vitet e hershme, kur fëmia i ka 2 vjeç ose 3 vjeç, është vështirë me kuptu se a ka autizëm ose ndonjë çrregullim tjetër që i mimikon simptomat e autizmit. Kështu që zakonisht pritet mosha 4 edhe 5 vjeçare, ku është ma e mundun mu identifiku në qofse ka autizëm ose diçka tjetër që po i mimikon këto simptoma. Faleminderit shumë. Rejta, një nga shenjat që e lidhin me autizmin është të folurit, pra vënesa në të folur, ose problemet që i kanë fëmijët me të folur. Si duhet vlerësuar dhe çfarë duhet kemi parasysh që të mos e lidhim këto me njëherë me autizmin? Atëherë, nuk do të thotë që një vënesë në të folur e diagnostifikon një fëmijë me autizëm. Do më thonë se cili fëmijë ka ritmin e vetë të zhvillimit, mirë po kështë me qenë mirë që intervenimi i hershëm sa ma herët me u diagnostifiku qaq më progresi ka më konë më i dukshëm. Do më thonë nuk do të thotë që nëse një fëmijë ka probleme në të folur, lidhet me autizmin. Por janë disa shenjat të tjera si, që tha psikologja, reagimi në emër, disa lëvizje stereotipike që i bojnë, kur të thirë për shembull prindit nuk reagon, po mundën me qenë për shembull fëmijët edhe me autizëm që kanë komunikim verbal. Nuk do më thonë që një fëmijë autik nuk mundet me e folë. Pra nuk është gjithmonë që duhet ta lidhi me të folur. Jo. Okej, Sen ju keni qenë në këtë studio, kemi folë edhe tjetër herë për këtë çështje dhe përvoja juaj me fëmijën tuaj është sigurisht shumë e vlefshme. Tani, vit pas viti, bisedohet, flitet, ju keni shumë aktivitete për ti vetëdijsuar dhe ndërgjegjësuar në radhë parë prindrit tjerë, pastaj edhe shoqërinë. Na thuaj diçka tëndën se si ti e ke përjetuar në fillim dhe cilat kanë qenë ato pikpyetje që i ke pasur në fillim, por që gjatë rrugës pastaj që i ke mësu. Në fillim, kur o përmend autizmi, unë personalisht nuk kom di çka është ajo, nuk kom dëgju paraprakisht, nuk kom dëgju raste tjera që kanë pas me autizëm. Do të thonë, jemi ndër të partë në Kosovë për të cilët kanë fillu, si më thonë, më shpreh. Duke ju falënderuar shpresa Gjaklit, nan nga Amerika, nga Kosova që jeton në Amerikë, ajo ka fillu me na sensibilizu, me na mbledh disa prind të cilët kemi qenë me fëmijë me autizëm, edhe prej aty kemi fillu me e sensibilizu shoqërinë qatë sa kemi mujtë. Përndryshe, unë i kisha thirrë veç pak ma herët në këtë bisedën e psikologës, se 4 vjetë bëhet diagnoza e mos thonë ma e saktë. Përndryshe, duhet me fillu prej dyshimit parë, mos thonë prej 2 vjetëve, duhet me fillu me trajtim, se nuk ka kufi të sakt mes autizmit dhe jo autizmit. Ka elemente autiste të cilat mundën me shku deri te gjenialiteti,